Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Bie në krye të detyrës efektivi shqiponjave dhe plagoset një tjetër efektiv gjatë operacionit policor në Maliq. Drejtori i policisë Hita deklaroi se policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj. Kryeministri Rama e shpalli dëshmortat dheut. Një operacion i policisë së shtetit për kapjen e një personi të shpallur në kërkim për vepra penale në fushën e narkotikëve është ndërruar në një ngjarje tragjike në zonën e Lozhanit në bashkinë Maliq. Rreth orës 7:30 të mëngjesit, forcat e drejtorisë vendore të policisë Korç në bashkëpunim edhe me komisariatin e Maliqit rrethuan një stan në malin e Bodenit, ku dyshohej se 43 vjeçari Violant Braçellari fshihej. Sipas të dhënave paraprake, pas thirrjes së policisë për t'u dorëzuar, i shumë kërkuari ka hapur zjarr ndaj efektivëve. Nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë inspektori Enea Mekolli, 34 vjeç, pjesëtar i forcës së posaçme Shqiponja, ndërsa u plagos inspektori Edison Adri, 36 vjeç. Forcat e policisë ju kundërpërgjigjen sulmit duke plagosur edhe autorin e dyshuar, i cili më pas u vu në pranga. Të plagosurit janë transportuar për ndihmë të specializuar mjekësore. Nga Spitali Traumës, drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita e cilësoi ngjarjen një humbje të rëndë për uniformat blu, ndërsa konfirmoi se efektivi plagosur po merr trajtim mjekësor. Humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim qytetarëve. Kështu që në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe ai po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush. Në shenjë nderimi për policinë e rënë në krye të detyrës, Kuvendi i Shqipërisë nisi seancën plenare të sotshme duke mbajtur 1 minutë heshtje. Rënja e një efektivi në krye të detyrës është humbje për familjen, për policinë e shtetit dhe për vetë shtetin shqiptar. Në këto momente shprehim respektin dhe mirënjohjen më të lartë për sakrificën e tij, si dhe solidaritetin ton për efektivin e plagosur, duke i uruar shërim të shpejtë. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë, ju njoftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. Gjithashtu, inspektori i vrarë Enea Mekolli u shpall dëshmor. Një aksident ndodhi sot në aksin Krutje pushimi shoferit. Benzi përfundoi në kanalin kullues me ujë. Babai dhe djali i mitur u nxorën nga mjeti pa plagë të rënda. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Krutje pushimi shoferit. Një mjet i Benz ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në kanalin kullues me ujë. Babë e birë që udhëtonin në të janë ndihmuar nga banorët e zonës, të cilët kanë hyrë në kanalin me ujë, kanë thyer xhamin dhe i kanë shpëtuar të dy. Në momentin që kanë bërritur zjarrfiksja dhe 2 ambulancat, 2 të përfshirët në këtë aksident janë nisur me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Banorët e zonës pohojnë se këtu janë bërë disa aksidente, sepse ura mbi kanal nuk ka bordurë mbrojtëse, ndonse janë ankuar për këtë her pas here. Ka pasur raste tjera, po. Ka pasur raste tjera? Kemi kërkuar këtu në të bëhet një bankim këtu. Ase ka qarë kokën njëri për këte. Po sot kush i shpëtuan ta që ranë me automjetat? Sot i shpëtuam ne, jo shteti. Ne. Po brodhën me njerëz gjithë jenë zorën. Policia e qarkullimit rrugor po dokumenton ngjarjen për të zbardhur shkaqet që çuan në këtë aksident, fatmirësisht pa pasoja në jetë njerëzish. Ikën gripi dhe mbërrin sëmundjet e bajameve. Mjeku pediatër në spitalin e Fierit thot se fluksi pacientëve është i ulët, por është shqetësuese temperatura e lartë tek të veçlit. Fundi muajit maj ka shënuar një rritje të lehtë të numrit të vizitave në urgjencën pediatrike të Fierit. Pasi intensiteti virozave gripale ka rënë ndjeshëm, tashmë janë tonsilitet ose siç quhen ndryshe, infeksioni bajameve që po prekin fëmijët. Sipas mjekut pediatër Baftjar Hysenaj, në qarkullim janë 2 lloje tonsilitesh dhe vetëm në rastet me temperaturë të lartë rekomandohet antibiotiku. Kemi situat të qetë, paka shumë kemi mesatarisht të 60-65 vizita në ditë. Në përgjithësi kanë qenë gjendje të mesme, gjendje nuk kemi patur, shumica marrin bekim ambulator dhe kthehen në shtëpi.
Në këtë periudhë kemi pasur në mas të flasim kryesisht tonsilite, të cilat shoqërohen me temperaturë të lartë, me dhimbje grykësh, me vështirësinë e gëlltitjes, si dhe virozat të traktit digestiv, siç janë gastroenteritët. Moti paqëndrueshëm i pranverës i shoqëruar me ndryshime të forta të temperaturave të ajrit kërkon sipas mjekëve kujdes të veçantë për të veçlit. Shmangja e ekspozimit në diell për fëmijët është rekomandimi i përsëritur i mjekëve pediatër krahas ushqimit të shëndetshëm për të përballuar më lehtë virozat gastrointestinale që priten në vazhdim. Temperaturën e lartë japin tonsilitët, që në përgjithësi janë bakteriale, janë nga streptokoku grupit A, por kemi edhe tonsilite virale. Gjatë fundjavës në urgjencën e spitalit të fëmijëve në Fier u paraqitën mbi 100 pacientë të vegjël, pjesa më e madhe me temperaturë të lartë shkaktuar nga bajamet e infektuara. Trajtimi mjekësor për këto sëmundje përqendrohet në medikamente me propolis dhe në rastin e temperaturës së lartë rekomandohet antibiotik. Shoqata kulturore Bektashiane Lushnjë përkujtoi 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit me një aktivitet organizuar tek Biblioteka e qytetit. Me këngë patriotike, kujtime dhe reflektime mbi veprën e pavdekshme të rilindasit të madh, Shoqata kulturore Bektashiane Lushnjë përkujtoi 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit në ambientet e Bibliotekës së qytetit. Aktiviteti u hap me interpretimet e këngëtarit Gëzim Xhaxhaj, të cilat sollën emocion dhe frym atë dhe dashurie për të pranishmit. Më pas, studiues, intelektual, shkrimtar dhe antar të shoqatës referuan mbi jetën, krijimtarinë dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Naim Frashërit, si dhe rolin historik të vëllezërve Frashëri në formësimin e identitetit kombëtar shqiptar. Pjesëmarrësit vlerësuan figurën e poetit si një udhërrëfyes shpirtëror të kombit, duke theksuar se mesazhet e tij për dashurinë ndaj dheut, gjuhës dhe kulturës mbeten po aq aktuale edhe sot. Kryetari i Shoqatës Kulturore Bektashiane Lushnjë, Kujtimbaze, e cilësoi Naim Frashërin poet, mendimtar, ndërtues të gjuhës shqipe dhe arkitekt të ndjeshmërisë kombëtare, një figurë që vazhdon të frymësojë brezat. Për Naimin ju dini e shkollur aq shumë sa nuk ka çfarë flitet, por megjithatë ne si Shoqatë Kulturore Bektashiane përfaqësojmë vlerat e kulturës, kemi për detyrë ta përkujtojmë. Kryesorja është Naim Frashi në veprën e tij, se në mendjen e tij kishte dhe mendim iluminist evropian, duke renditur Shqipërinë për krah vendeve perëndimore. Siç e dini në poezinë e tij përse filozofike, ai holli ose sanksionoi ident që dielli i shqiptarisë lind nga perëndimi. Kjo nuk kupton që në kohët e parë, ose që në shekullin 18, 19, 20, që lind kombështetet, rindja jonë kombëtare me Naimin, holli idenë që Shqipëria i përket perëndimit, do të thënë Europës së qytetëruar, Europës perëndimore, që rilindasit e kishin ëndër rinia e 10-orit 1990 e kemi ëndër dhe në sot edhe do Zoti realizohet. Nëpërmjet një video mesazhi, kryegjyshi botëror Babamondi përcolli mesazhe paqeje, harmonie dhe dashurie për atë dheun, vlera që sipas tij janë trashëguar dhe promovuar ndërshekuj nga bektashizmi dhe rilindasit shqiptar. Shkrimtari Gëzim Baruti dhe presidenti i nderit të Shoqatës Kulturore Bektashiane Lushnjë, Resul Prishta, gjithashtu folën për figurën e Naim Frashërit dhe rëndësinë e aktiviteteve të tilla për ruajtjen e kujtesës historike dhe kulturore të kombit shqiptar. Aktiviteti u mbyll me mesazhin se në historinë e qytetërimeve ka shkrimtar që pasqyrojnë shpirtin e një kombi dhe të tjerë që e formësojnë atë. Naim Frashëri mbetet një nga figurat që jo vetëm e pasqyroi, por e ndërtoi ndërgjegjen kombëtare shqiptare. Debate pati sot në Kuvent për aktivitetin e paralajmëruar të Partisë Socialiste në Vlorë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha i bëri thirrje kryeministrit të anulojë nesër antimitingu në Vlorë. Balla i përgjigjet që është ditëlindja e Partisë Socialiste të Vlorës. Debate dhe akuza politike kanë shoqëruar seancën plenare të kësaj të njëjteje në Kuvent. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bëri thirrje mazhorancës të anulojë aktivitetin e paralajmëruar për nesër në Vlorë, të cilin e cilësoi si një antimiting. Berisha deklaroi se punonjës të administratës në jug të vendit janë njoftuar për të marrë pjesë në takimin me kryeministrin, ndërsa e konsideroi këtë një akt përçarës dhe të papranueshëm. Ai dënoi gjithashtu atë që e quajti presion ndaj administratës dhe kërkoi anulimin e aktivitetit. Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër
në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se në absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjerohoj me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçars? A ka akt më absurd? Është akti luftë që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. Pas deklaratave të kreut të opozitës, reagoi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ai kundërshtoi akuzat e Berishës, duke sqaruar se aktiviteti planifikuar në Vlorë nuk është një antimiting, por një organizim me rastin e ditëlindjes së Partisë Socialiste në këtë qytet. Në versionin tënd se nesër në Vlorë pas kemi ne antimiting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Dhe pa dyshim, për Artur Sheun ti pyete këtë, se Artur Sheu e ka çuar në Vlorë këtë. E di fare mirë ky. Me makinën Artur Sheut ka shkuar në Vlorë, po e di fare mirë. Pyete. Kështu që mos u nxehni. Merreni me qetësi, siç ju kemi mundur, do vazhdojmë t'ju mundim përsëri dhe ndërkohë bëni mirë që të vini mend se nuk po ju kupton askush. Zotëria del edhe thot mbështesim investimin. Gjë që tregon të paktën kulturë shtetërore. Dhe sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. A investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Debati sotëm pasqyroi edhe një herë klimën e tensionuar politike në prag të aktiviteteve që pritet të zhvillohen nesër në Vlorë. Regjistrimet për herë të parë të automjeteve në Shqipëri kanë shënuar rënje gjatë muajit maj, duke përshpejtuar tendencën e nisur në prill pas një fillim viti rekord për tregun e automjeteve. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë muajit maj u regjistruan 8116 automjete, 7.5% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky është niveli më i ulët i regjistrimeve për muajin maj në 3 vitet e fundit. Operatorët e tregut e lidhin këtë ngadalësim me vështirësitë në importin e automjeteve nga Korea e Jugut dhe Kina, dy vendet që furnizojnë pjesën më të madhe të tregut shqiptar. Konflikti në lindjen e mesme dhe problemet në transportin detar kanë detyruar kompanitë të përdorin rrugë alternative, duke rritur deri në 30% kostot e transportit dhe çmimet për konsumatorët. Për periudhën janar-maj janë regjistruar rreth 39.000 automjete me një rritje modeste prej 2%, krahasuar me një vit më parë. Ndikimi është ndier edhe tek automjetet elektrike. Pas rekordit historik prej 1252 regjistrimesh në mars, numri zbriti në 1191 në prill dhe vetëm 794 në maj, niveli më i ulët i këtij viti. Megjithatë, krahasuar me një vit më parë, regjistrimet e mjeteve elektrike janë rritur 2.5 herë, duke arritur në afro 5.000 njësi ose 12.7% të totalit. Pavarësisht rritjes së interesit për makinat elektrike, automjetet me naftë vijojnë të dominojnë tregun shqiptar duke përbërë mbi gjysmën e regjistrimeve të reja. Në fund të muajit maj, numri total i mjeteve që qarkullojnë në vend ka arritur në mbi 1.080.000. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.